Situata për fermerët në Juglindje vijon të mbetet e vështirë, edhe pse çdo vit punojnë tokën dhe investojnë në prodhimin bujqësor. Shumë prej tyre thonë se nuk arrin të sigurojnë fitim nga mundi i tyre. Qindra qep kanë mbetur stok në fshatrat Pirk, Lemino dhe Zvirin. Jashtë kamerave, fermerët tregojnë vështirësitë ndërsa banorët e tjerë shohin se një pjesë e prodhimit të shkalbur dhe hidhet në lumenj pa mundur të shitet. Po je pesë dy lymë presh, si simbol më shujodhëm. Patate, një 3 lymë se una që kam, edhe patate mbeti fare. Po qep kishit? Qep, pak o gjë. Qep, po nuk shkon asgjë njëre, nuk të bën shpirti që të mbjellësh. Edhe në plas, situata vijon të jetë po e njëjtë, me fermerë më të pakët e prodhim që nuk gjendet në treg. Ata shprehen se kostot për mbjelljen janë rritur, ndërsa çmimet me të cilat shiten produktet janë të ulta. Në të njëjtën kohë, mallat e importuara nga jashtë po e bëjnë edhe më të vështirë konkurrencën për prodhimin vendas. Marrin prodhimet nga jashtë, i sillin te mbetet prodhimi tonë. Ndikon importi, ndikon ju shumë si fermer? Po shumë ndikon. Si mbetet patatja tonë këte për të edhur. Penzimet ka shumë jo, nuk ka rinë të gjithë penzimet se kanë kosto, se më patatja ka kosto. Patatja se do ta blesh me 3.000 leka kilën ka kosto. Si pasojë, numri i fermerëve në këto zona po bie nga viti në vit, duke parë si mundësi emigrimin. Shumë prej tyre po heqin dorë nga bujësia, pasi thonë se puna në toka nuk po u siguron më të ardhurat mjaftueshme për të jetuar.